Një ngjarje e rëndë ka tronditur mëngjesin e kësaj të enjte zonën e Maliqit, ku gjatë një operacioni të forcave të policisë ka pasur një shkëmbim të ashpërzjarri. Policia kishte rrethuar zonën në malin Boden, pranë fshatit Lozhan, për të kapur një person me rrezikshmëri të lartë, i cili ishte i shpallur në kërkim. Për pasojë këtij shkëmbimi zjarri ka rënë në krye të detyrës efektivi i forcave shqiponja, Enea Mekolli, 34 vjeç. Gjatë këtij aksioni ka mbetur i plagosur edhe kolegu i tij, Edison Adri, 36 vjeç. Për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, efektivi i plagosur Edison Adri është nisur me helikopter drejt Tiranës për të marrë ndihmë të specializuar mjekësore. Autori i kësaj ngjarje është Violant Braçellari, 43 vjeç. Ai ishte i dënuar në vitin 2017 me afro 10 vjet burg për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike dhe ndaj tij kishte edhe një masë sigurie, arrest në burg që nga viti 2011 për kultivim narkotikësh. Rreth orës 7:30 të mëngjesit të kësaj të enjte, forcat e policisë së Korçës dhe Maliqit rrethuan stanin ku dyshohej se fshihej Violant Braçellari, ndërkohë që policia i bëri thirrje të dilte dhe të dorëzohej. Ai nuk u bind dhe hapi zjarr në drejtim të uniformave blu, duke shkaktuar vrasjen e Enea Mekollit dhe plagosjen e Edison Adrit. Për të neutralizuar sulmin, forcat e policisë janë kundërpërgjigjur menjëherë me armë zjarri. Gjatë këtij shkëmbimi, autori Violant Braçellari ka mbetur gjithashtu i plagosur dhe është bërë i mundur arrestimi i tij nga forcat e rendit. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë dhe në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore po vijon punën për dokumentimin e plot ligjor të këtij sulmi të rënd ndaj punonjësve të policisë.